E rënd në Vlorë, dhuna në Vorë. E rënd në Vorë, dhuna psikologjike në familje, 15 vjeçaria hidhet nga lartësia, procedohen penalisht prindrit, babai sapo kishte dalë nga burgu. Një çift bashkëshortësh në Vorë janë proceduar penalisht në gjendje të lirë, pasi dyshohet se për shkak të dhunës psikologjike në familje, vajza e tyre 15 vjeç është hedhur nga një lartësi pranë banesës. Raportohet se reja ndodhet në spital, fatmirësisht jashtë rrezikut për jetën. Kryefamiljari mësohet se kishte pak kohë që kishte dalë nga burgu, ku ishte arrestuar për dhunë në familje. Policia nuk ka mundur të marrë në pyetje vajzën 15 vjeçare për shkak të gjendjes së saj të rënduar psikologjike, ndërsa nga deklarimet e të afërmve të saj, dyshohet se shkaki i ngjarjes kanë qenë debatet dhe mosmarrëveshje të shumta në familje.